të përdorur në arritjet e mëparshme. E nisëm me një ëndër, dhe kjo ëndër quhet Shqipëria madhështore. Prandaj ne pyetëm veten, si do ta bëjmë këtë ëndër realitet? Dhe për të nxjerrë programin e realizimit patëm një staf të jashtëzakonshëm, ekspert të shkëlqyer të gjitha fushave në Shqipëri. Por e vërteta është jo vetëm kaq, por ekspert ndërkombëtar. Veçanërisht dy fondacionet më të mëdha konservatore në Europë dhe në botë, Konrad Adenauer dhe Heritage Foundation, dhanë kontributin e tyre, ekspertizën e tyre në këtë program. Mendimin e tyre ne kthyem projektin e Shqipërisë madhështore një plan konkret, plotësisht të realizueshëm në 4 vite. Tani, unë do njoh shqiptarët me projektin e Shqipërisë madhështore, që për 29 ditë do t'jetë ëndër e bërë realitet me fitoren e forcave opozitare. Por para se të ndalem, unë kam një kërkesë, kam një thirrje për Edi Ramën. Edi Rama mos përdor emrin e Zotit. Mos përdor emrin e Skënderbeut. Mos përdor emrin e Ismail Qemalit. Mos përdor flamurin dhe hymnin kombëtar për të mbuluar vjedhjet e shpifurat Belinda Ballukut, vjedhjet e Edi Ramës, vjedhjet Erion Velish, vjedhjet e Gjiklurit, e Beqjas, Kokës, vjedhjet pra të ekipit të hajnave që i sollën Shqipërisë dhe Europë këtë vend 12 vite me radhë. Mos i përdor këta emra, se me asgjë nuk mbulon dot vjedhjet e tyre. Edi Rama, populli të ka braktis. Të ka braktis. Shqipëria dhe botë e pa, sheshin bosh. Shqipëria dhe botë e pa, përsëri ministret tua, me luks e super luks, me aksesore 10.000 eurosh, të gëzonin luksin e tyre, kurse ti nuk the një fjalë të vetme për qytetarin, nuk the një fjalë të vetme për të rit, nuk the një fjalë të vetme për pensionistët, nuk the një fjalë të vetme për të smurt, nuk the një fjalë të vetme për shqiptarët. U përpoqe të joshës shqiptarët me mirëqenien e Europës. Në fakt, edhe me pasaportë europiane, s'kërkon asgjë tjetër vetëm të mbulosh plaçkitjen që u ke bërë shqiptarëve. Ai foli sot për parat që do marrë nga Bashkimi Evropian, por nuk tha se ku janë parat që ai ka marrë nga ju, që i ka vjedh nga ju, ku shkuan? Ku janë 140 milion euro të inseneratorit të Tiranës që nuk u ndërtua kurrë? Ku janë 110 milion euro që i fale Beketit me arrogancën tënde? Ku janë 100 milion euro që ke shpërdorur tek Air Albania? Ku janë 60 milion euro të tunelit Llogaras? Ku janë 68 milion euro anijet fantazm tigrat e Lubit Ballukut?
ku janë 100 milion euro që paguhet ti për rrugë të Florita. Duke luajtur me aspiratën europiane të shqiptarëve, Edi Rama kërkon të mbulosh vjedhjet me pasaportën kallp europiane në dorë tua. A jetohet ndershëm në Shqipëri të qeverisur nga Edi Rama? Është pyetja që çdo prim, çdo qytetar duhet të shtrojë sot për fëmijët e tij. A mund të ketë siguri për të ardhmen e fëmijëve në këtë vend me Edi Ramën? A ka mundësi për të punuar e jetuar me dinjitet për mjekun, arkitektin, inxhinierin në Shqipëri? Përgjigja është jo dhe vetëm jo. Në Shqipërinë e Edi Ramës, Tavlan Ballës, Belina Ballukut nuk ka vend për njerëz të ndershëm. Në Shqipërinë e Edi Ramës dhe Erion Velis nuk ka vend për të rinjt. Edi Rama nuk ka qeverisur për të mirën e njerëzve të thjeshtë, punëtorëve të ndershëm. Pas këtyre 12 vjetëve dhe 4 vjet tjera të Edi Ramës, vetëm do të përforcojnë të keqen e madhe. 4 vjet të tjera të Edi Ramës do kenë vetëm një rezultat: kapjen totale të shtetit nga Edi Rama, organizatat e tij kriminale, oligarkët e tij, kurse shqiptarët do ikin nga Shqipëria. Ndaj dhe sot t'injllojnë më aktuale se kur vargjet e poetit Ali Aslani: koha është e maskarenjve, por atë dheu është i shqiptarve. Atë dheu është dashuri madhështore, është dashuria me sublime. Dhe ne do punojmë që atë dheu ynë, Shqipëria, të bëhet madhështore. Miqtë e mi, themelet e programit të Shqipërisë madhështore qëndrojnë para zgjithash mbi atë themel që ka shkëlqyer në shekuj madhështia jonë kombëtare, familjen shqiptare. Familja shqiptare ka qenë dhe mbetet faktori themelor i ekzistencës kombit shqiptar. Ka qenë dhe mbetet faktori